Live from Tirana. Live from Tirana. Ju përshëndesim nga Live from Tirana. Unë jam Ronaldo Sharka. Në pulin transmetimit ndodhet Danko, DJ i cili sjell këto këngë të bukura për ju. 11:09 është ora eksakte në këtë momente. E mërkur, data shënon 2 prillin dhe pas një prajmi shumë të gjatë në mbrëmjen e dieshme me emocione të forta, por edhe me sfida shumë interesante, ku më interesante sigurisht është ajo mes dy konkurrentëve Gerta Gixhari dhe Rozana Radi, ku njëra prej tyre të shtunë shkon automatikisht në finale sipas votave të publikut. Dhe për të diskutuar për ngjarjet e fundit në Big Brother, jemi tashmë në studio me Anisa Musta. Mirë se vjen në program e dashur. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Ti duket se e njeh mirë, vetëm sa më afër mikrofonit, lutem, duket që e njeh mirë Big Brotherin dhe nga komentet që ke bërë edhe vitin e kaluar dhe jo vetëm. E para një herë për të parë se të kalojmë tek ngjarjet e fundit, si të është dukur ky edicion? Ky edicion ka pëlqyer shumë. Vetëm pak më afër mikrofonit, lutem që të shkojmë mirë tek dëgjuesit. Ky edicion ka pëlqyer shumë, madje mendoj që ka qenë më mirë se edicioni i kaluar për shkak të personazheve. Si vjet mendoj që ka personazhe më të forta se ato që kam ndjekur në sezonin e kaluar. Edhe mendoj që është hera e parë në këto 4 sezone VIP që është shumë e vështirë tani kaq afër sa është finale që të krijosh një ide se kush mund të jetë fituesi ose të paktën 2 personazhet kryesorë që mund të luajnë në fund për atë fitoren. Nëse për mua të paktën dhe pak a shumë nga çfarë kam parë nga perceptimi i publikut vitet e tjera, që në muajin e dytë ka qenë pak a shumë më qartë kush do të ishin finalistët, mes kujt do të luhej çmimi i madh. Këtë vit mendoj që është pak më e vështirë për ta parë sepse besoj që të gjithë banorët kanë bërë lojë të fortë, ato që janë aktualisht në lojë. Është më e vështirë, më e paqartë se vitin e kaluar thua? Është më e paqartë për mua. Tani është çike vështirë ta vendosësh nëse ato po bëjnë me të vërtet lojë shumë të fortë dhe prandaj është kaq e vështirë për të vendosur, apo ndoshta asnjëri s'ka bërë lojë aq fortë sa të dallojë mbi banorët e tjerë, po për mua këtë vit edhe finalistët pak a shumë te mendimi im janë qartë se kush do jenë, po deri në fund është çike vështirë për të vendosur kush do ta marrë çmimin e madh. Shumë ka që thonë që dysha e fundit do ndahet mes Gjesit dhe Rozanës. Si është këtë perceptim publik? Unë mendoj, më thënë te Gjesi, unë kam ato dyshimet e mia sepse Gjesi mendoj që ka qenë ndër ato lojtarët që ka ditur të bëj strategjit, ka ditur t'i përdor gjithë gurët që i kanë ardhur në dorë, ka bërë dhe ato thyrjet e rregullave që sigurisht kanë shkaktuar debate, kanë vendosur në qendër të vëmendjes. Mendoj që është një nga personazhet më të duruara, me durimin më të madh që ka pasur njëherë Big Brother, i ka gati 6 muaj në izolim. Mendoj që fakti që është eksperienca e dytë e Big Brotherit e ka ndihmuar goxha, sepse mendoj që Gjesit pak a shumë ju ka bërë si stil jetese Bigu tani dhe ai ndoshta vështirësinë më të madhe do ta ketë kur të dalë jashtë dhe të mësohet me jetën e reale. Dhe mendoj që e ka ndihmuar pak ky fakti që kaloi nga një format në formatin tjetër. Ndërsa Rozana mendoj që ka qenë më tepër konfliktuale, por jo aq strategjike. Rozana mendoj që lojën e saj e ka ngritur nëpërmjet debateve, në çdo prime është diskutuar për Rozanën dhe debatet që ajo ka pas pothuajse me të gjithë banorët e shtëpisë. Mendoj që ka qenë një nga ato lojtare që ka ditur të mbaj alat rreth vetes, që sigurisht tashmë i ka larguar me afrimin e finales. Por tek Gjesi un kam atë dyshimin tim sepse më duket pak i papjekur, ndoshta nga mosha, ndoshta nga mungesa e eksperiencës, në krahasim me këto lojtarët e tjerë që unë ndaj finalen, mendoj që është më i papjekur dhe nëse do dinte ta artikuloj pak më mirë ose ti mbronte argumentet e tij më mirë, do të ishte një fitues potencial dhe do isha shumë e kënaqur që ai ta fitonte Bigun. Por nëse finalja do ndahet mes tyre të dyve, do të isha më shumë te Rozana. Megjithatë, unë do doja që finalja këtë vit ndahet mes Rozanës dhe Gertës. Vërtet, do një dyshe grash në fund. Përveç faktit që janë gra, mendoj që të dyja kanë bërë një lojë shumë të fortë. Mendoj që Gerta ka arritur diçka shumë të madhe duke ndarë emrin e saj nga emri i motrës së saj, dhe kjo është gjë shumë e madhe sepse ne kemi pasur vazhdimisht lojtarë dhe banor brenda Bigut që kanë qenë të njohur për shkak personazheve të tjera dhe e kanë përdorur shumë këtë njohje, kanë përdorur ishat e tyre, kanë përdorur të afërmit e tyre që kanë qenë të njohur. Ndërkohë që Gerta ka pas motrën e saj që ka qenë një nga lojtarët më të forta të sezonit të saj dhe ka ditur që të krijojë një lojë individuale pa u ndikuar shumë nga fakti që ishte motra e Oltës. Po, e ka çbër këtë në publik, njerëzit nuk thonë më motra e Oltës, por ajo identifikohet lehtësisht më si Gerta Gixhari. Ndërkohë, televotimi është shumë i fortë. Gerta Rozana. Mendoj si e analizon ti, domethënë e para një pse mendon që banorët zgjodhen këto të dyja dhe
kush mendon ti që shkon të shtunën automatikisht në finale? Unë mendoj që Gerta bëri një gabim mbrëm në momentin që zgjodhi Rozanën si një finaliste potenciale dhe që e meriton, padyshim Rozana e meriton, por unë nëse do ta shikoja vetëm brenda një formati si Big Brotheri, në këtë moment do ndiqja të njëjtën strategji që ndoqi Laerti me Rozanën. Pra, do të mundohesha të ndikoja që në finale të ishte dikush që unë e shikoja më pak potencial për të fituar se sa unë. Ndoshta ajo e bëri këtë gjë për të dal ball hapur, pra hapur fare që e kam pasur kundërshtare, është kundërshtare le të jem me këtë. Unë mendoj që Gerta edhe në momente të tjera ka treguar që nuk është stratege, sepse për mendimin tim Big Brotherin duhet ta fitoj dikush që dihet të bëj strategji të fshehta që lojtarët e tjerë nuk i kapin aq shpejt. Gerta në disa momente ka treguar që nuk është stratega aq e fortë si në momentin kur i ka ardhur kutia e Pandorës, mendoj që ka bërë një zgjedhje shumë të gabuar. Madje është quajtur si një nga zgjedhjet më të dështuara në kutitë e Pandorës së Big Brother. Kutia e Pandorës është diçka që nuk i jepet çdo lojtari dhe duhet shfrytzuar në maksimum. Prandaj thashë Gjesti në disa momente ato mundësitë që i kanë ardhur në dorë, siç ka qenë kutia me zarfat, ka ditë të shfrytëzoj shumë mirë për të krijuar dinamika, jo vetëm për veten e tij, por edhe tek lojtarët e tjerë. Që kanë dhënë efekte edhe më pas. Ndërkohë që Gerta në disa momente nuk ka ditur të zgjedhë dhe mendoj që ndoshta ajo ka bërë të zgjedhjen emrin e Rozanës, se ka bërë si zgjedhje për t'i treguar publikut që nuk ka frikë për ballet me Rozanën, por mendoj që duhet kishte bërë një zgjedhje tjetër. Rozana për shkak zgjedhje Jozin. Po, zgjodhi Jozin. Nëse shkonte me të, absolutisht e mund. Ndonjëherë është mirë që të sigurosh veten tënde. Dhe nëse ti e mendon veten që po, do shkoj në finale, pse mos t'i japësh edhe një shtys asaj fitores tënde, duke shkuar në finale me personazhe jo aq të fortë. Guximi i madh ndonjëherë të ha kokën, thot populli në thonë za mirë, Anisa, interesant këmbështrimi jot, 11:15 ora eksakte. Ne shkëputemi për pak reklama për të vijuar më pas diskutimin me të tjera gjëra interesante që kanë ndodhur brenda 4 mureve të shtëpisë së Big Brother. Jemi duke diskutuar për ngjarjet më të fundit në shtëpinë e Big Brother VIP. Dhe e lam të ky nominimi shumë interesant dhe shumë i fortë mes Gertës dhe Rozanës, dhe si përfundim sipas teje të shtunën shkon në finale Rozana. Nëse shkon Rozana, çfarë ndodh me Oltën, në sensin që do të dëpsohet, do të me kë thashun? Me Oltën. Me Oltën. Më duket se nuk që nga ndarë aq shumë nga imazhi Oltës. Ato janë ndarë, po unë s'e kam ndarë ende. Çfarë të ndodh me Gertën? Në kuptimin, ato do pësohet ajo, do të friksohet dhe nëse shkon në finale do e ndjej veten më poshtë se Rozana, apo kanë ende kohë për të rikuperuar dhe mendon që gjërat në shtëpi mund të ndryshojnë nga momenti në moment? Duke parë karakterin e Gertës, edhe si është sjell ajo në momente që ka pas vështirësi brenda, në momentin kur janë larguar aleat ose miq, e ka pas pak vështirë të rikuperojë. Domethënë, ka pas periudha që Gerta ka qenë inekzistente për disa ditë në shtëpi, nuk ka pas situata. Ndryshe nga Rozana që ka qenë padyshim në çdo lloj prajmi që nga dita e parë edhe deri sot, edhe mendoj që do ta ketë pak vështirë ta pranoj nëse ndodh që Rozana do të jetë e para, edhe do trembet pak edhe do t'i ndikojë këto ditët e fundit që janë goxha të rëndësishme. Çfarë mendon që do të bëjë? Do të egërsohet më shumë, do të zbutet më shumë? Unë mendoj që do filloj të sulmoj aleatët e saj, ato të divanit që u përmend, sepse mendoj që Gerta ka pak frikë, edhe nga Gjesti ka frikë, edhe nga Egli, dhe mendoj që ndoshta mund t'ju hidhet atyre që ka pas më afër Jozit, Loredanës, që ndoshta të zër vendin e njërit prej tyre në finale, duke pasur frikë edhe nga prezenca e Gjestit apo Laertit nga krahu tjetër. Fundi është afër dhe duket që fundi nuk kursen askënd. Aleancat prishin çdo ditë, ndryshojnë çdo ditë në bazë të interesave. Sipas teje, si e sheh vazhdimsinë e disa raporteve në shtëpi? Fjala bie Rozana Gjest, fjala bie Egli Gjest. Unë mendoj që këto raporte realisht nuk kanë ekzistuar asnjëherë me sinqeritet. Nuk ka pasur asnjë sinqertua? Nuk mendoj që ka pasur as ndjenja nga ana e Eglit ndaj Gjestit apo Gjesti ndaj Eglit. Mendoj që ato të dy e kanë parë që janë mirë bashk, edhe mund funksionojnë mirë jashtë, mund t'i det publiku, dhe prandaj kanë bërë këtë lojën herë duhemi, herë s'duhemi, jemi s'jemi. Mendoj që ndoshta nuk kanë dashur të krijojnë atë romancën siç ka qenë në rasti i Loredanës me Jozin, por kanë dashur të krijojnë diçka ndryshe, një marrëdhënie konfliktuale që në fakt në Big Brother as ka ndodhur. Nuk ka ndodhur
asnjëherë dhe mendoj që për këtë arsye kanë bërë që të tërheqin pak vëmendjen e publikut dhe publiku të jetë gjithkohës duke menduar çfarë do ndodh me këto të dy. Egli mendoj që ka bërë shumë gabime në këtë raport dhe mendoj paktën te Egli dhe te Xhesi nuk mendoj që do shohim ndonjë ndryshim të madh te raporti, nuk do ketë një konkluzion, nuk do ketë një përfundim. Mendoj që mund të funksionojë karta e dashurisë në ditët e fundit. Unë mendoj që po, mendoj që të gjithë banorët edhe në Big Brotherat e mëparshëm që kanë pas një histori dashurie, kanë pas një lloj empatie tek publiku. Do të thënë publiku ka pas një lloj dashurie, një lloj interesi për gjithmonë shet dashuria. Mendoj që gjithmonë. Por Egli dhe Gjesti, ose më saktë një lëvizje nga Gjesti, sepse duket që ai ka në dorë gjën për ta afruar apo larguar raportin e tyre. Mendojnë që në ditët e fundit mund të përdoret shumë mirë karta e dashurisë nga të dy në kuptimin e mirë të gjës, për të dashuruar, Nëse do ta bënin, mendoj që do ta humbin automatikisht mundësinë për të fituar njëri prej tyre, sepse është shumë vonë për ta bërë këtë gjë. Do duke shumë falco përballë publikut, ndoshta ato nuk e perceptojnë dot ama se çfarë publiku mendon jashtë, Egli pak më shumë. Por Xhesi nuk mendoj që e percepton tamam, nëse do të jetë i zgjuar nuk do ta bëj këtë gjë, sepse do dukej shumë keq për shumë muaj ato nuk kanë çuar marrëdhënien e tyre në një hap më tutje dhe vendosen pikërisht pranë finales. Mendoj që do ishte gabim fatal për Xhesin, paktën se mendoj që Egli mund të jetë në finale, por nuk është pretendente për të fituar. Në varësi si shkojnë, se varet edhe se si bëhen këto përzgjedhje për finalistin e parë të dy, se kemi pas edhe surpriza dhe vitet e kaluara. Në rast se do të jenë 5 finalistë, mendoj që mund të jetë edhe Egli njëra prej tyre. Ka bërë në atë mënyrën e vet, ka bërë një lojë të fortë pavarësisht pëlqimit apo mos pëlqimit tim personal. Ajo ka qenë kryefjalë. Ndoshta ajo për aq mirë sa do doja unë që të ishte një vajzë aq artikuluar dhe mendoj dhe inteligjente si Egli, mendoj që mund të jetë në finale, por në rast se bëjnë këtë, që përdorin këtë kartën e dashurisë, do të jetë shumë keq për të dy. Interesante. Lahert Vasili, domethënë disa thonë që e meriton finalen për shkak të artistit që është, pjekurisë se ka treguar aty brenda. Disa të tjerë thonë që nuk është se ka bërë ndonjë gjë të madhe. Ti si e percepton? Jam te kjo e dyta më tepër. Unë mendoj që Laherti padyshim është artist, është inteligjent, mendoj që është një nga personat më të formuar, jo më të formuar, por më i formuar nga kasti si vjetshëm, por kjo nuk e bën detyrimisht atë një finalist merituar, sepse siç e thash edhe në fillim, Big Brother bëhet me strategji. Mendoj që ai nuk ka bërë një strategji aq të mirë, ndoshta të paktën që të vinë syrin tim si strategji. Mendoj që atë rriti pak edhe kjo pjesa e asaj që bëri Xhesti, që e vendosi në një lojtar me Valbonën, paktën interesi im për Lahertin si lojtar aty ka nisur, që të shikoja si do reagonte, nuk e përdori mirë. Mendoj që ka bëri gabim paktën në sytë e publikut për përzgjedhjen që bëri për t'u ndarë nga Valbona, se doli ai mashkulli që të lejnë në balt, që deri dje kishte ndjenja për ty dhe tani ndikon që tike, dhe mendoj që ka bërë disa gabime dhe përveç asaj nuk është se ka bërë një strategji të madhe. Mendoj që strategjia vetë me Lahertit ka qenë kjo loja me Rozana, sepse jam e bindjes që të dy janë njohur goxha mirë nga jashtë dhe ka qenë një strategji e tyre që të kenë këtë lojën konfliktuale me njëri tjetrin. Nëse nuk është Laherti, kush janë katër finalistët? Atëherë me merit mendoj që sigurisht Rozana edhe Gerta, Xhesti padyshim që po. Unë fakt doja të shihja në finale edhe Loredanën. Lori. Interesante është. Lori është lojtare shumë interesante, është nga ato lojtare që nuk ka zgjedhur të bëjë strategji të forta ose konflikte të forta, por kur e ka gjetur konflikti ka ditur. Po, edhe dëgjoj, strategjitë janë të ndryshme, se njerëzit mendojnë që strategjia është vetëm të debatosh, po edhe kjo e Lorit mund të jetë një lloj strategjie, se ka sjell një personazh ndryshe në Big Brother dhe do jetë ajo, atë do të thoshë që do jetë finalistja ndryshe. Ne kemi parë në Big Brother atë të tjerë që ka pasur finalistë ngjashëm si Loredana, dhe personalisht është një nga lojtarët e mia të preferuar, mos them lojtarja e preferuar, se ndonjëherë edhe lodhesh nga ato konfliktet e tepërta, ndonjëherë edhe boshe që ato kanë bërë, edhe Lori më pëlqen, do doja ta shih finalen. Edhe më pëlqeu që edhe mbrëm pranoj që tha, okay, unë s'kam bërë ndonjë lojë wow, pra debate më dha, por në të timen
Ajo është nga ato lojtarët që mendoj i ka marrë maksimumin Big Brotherit, arriti nga një personazh që shumë pak njerëz e njihnin. Unë se një fare për shembull. As unë, sot e njohin kudo, mendoj që ofertat për Lorin kur të dalë do jenë të shumta, kështu që ajo në vetvete e ka fituar bigun e saj. Zonja dhe zotrinj, Anisa Musta ishte me ne sot në Live from Tirana. Unë të falenderoj shumë për kohën që ndave dhe të uroj një të mërkur të bukur në vazhdim. Faleminderit gjithashtu.